me pasë qatë dokument. E unë kur punoja në Zvicër, ja ku bo obligim të rinjive që kur të merr një vajzë, po do m'ja bo për hajër, kërkoja dhondrit të ntartë shumë, edhe konta suk që i bjen, ai regjistri i bankës ku ka shkuaj gjatë 3 viteve të fundit. A ka shku në diskoteka, a ka shku në përshpia publike, zotin Arujt, edhe aty musa, ai shkakton ty probleme. Problemi pro kunja? Pro këtyne dokumenteve do mos do. Pse unë m'ja dhon çikën tam dikujt që ai dedje ka shkuar në për diskoteka, që vetëm pak ta përdor. Shkruan se ti pagun me kartelë, pagun kesh në për diskotekë. Ata unë si jam bloku që po të them diçka. Vetëm të vetëm unë si jam bloku. Me bën fon, ai personi bima ta dokument. Dej lup që myti tu arrej. Po mos e bën personale, unë po tregoj aspekte pse po ndodhin problemet. Çaj dhon dokumenti ka shkuar për madh me muçika. Çaj dhon mund të jetë me një kerr shumë të mirë. Mund ta ketë ai mund të ketë 30 punëtor, mund të ketë firmë edhe në Kosovë. E falë me shku në diskotekë. Lutem be veç pak. Nëse shkojmë në diskotekë, ai nuk ka njerja? Po normal që nëse shkon me qyr futboll ose çka kur e ki gruan të shtëpia, çka kemi lutë në diskotekë. Ajo është mëkatar. Ki gruan po flas. Ajo koni pa martu. Problemet më të mëdha që ndodhin në shoqëri. Kur me pas gruan me shku në diskotekë. Lutem se po pengon shumë kur po më dërin tepër, lutem. Problemet që ndodhin në martesa vinë se stati njerëzve të martuam. Oho, një njëri që shkon në diskotekë që kalon mas mirë tim botë me grua, do më të kalzu drejt. Në diskotekë është pazore, edhe ka njëri që është një dëshmi. Hajde vazhdo. Vetëm pak. Problemet më të mëdha që ndodhin në çifte në bashkë, domethënë martesë, është që ata që janë të martuar faktikisht i bëjnë këtu probleme. E jenë nxehtë, shumë nxehtë. E dyta. Nëse merr pesë të jo vetëm ku punues të ditët të shtëpia. Edhe dyta, një dhëndër imi. Unë nëse investoj te vajza ime, po, nuk du me bo problem asnjë dhëndër. Ki garancion kur se për djalin, gjithçka është relative për vajzën jam gjithçka relative. Për djalin si e problem. Me marr mu një dhëndër. Që i ka domthon ka një të kaluar shumë të keqe. Pas ka qenë